arrestimi në Francë i Ermal Beqirit si familjarit të Edi Rams dhe bashkëpunëtorit më të ngushtë të kryemafiosit të Shqipërisë dhe të rajonit Ergys Agasi. Agasi është i qetë, drejton të gjitha aktivitetet e tij, her nga Durrësi, her nga Surreli, her nga Manza, ku t'i doj qefi, kurse Beqiri ndërmori vëmëtarit e tij në disa vende anëtare të Bashkimit Evropian. Beqiri ka përvetësuar të paktën 200 milion euro nga akshi i lindave. Ky është suksesi që reklamonte me të gjithë propagandën e tij Edi Rama. Paraqiste kriminalin Ermal Beqiri para personaliteteve më të larta të Europës, si historinë e tij të suksesit, një kriminal i cili u kap nga autoritetet franceze duke fluturuar në një zonë që për ata mund të ishte edhe për qëllime spionazhi. Ermal Beqiri u mbrojt se në shumë raste ka qenë prestonome i Armand Frangut, emri që se shqipton do të kush, të Edi Rams, kunatit të Linda Rams, bazhanakut të Edi Rams. Për Ermal Beqirin janë një seri vendimesh qeveritare. Mos harroni Duranën,